Përshëndetje, ditën e nesërme, një pjesë e shkollave të Tiranës do ta kenë mësimin bazite për ciklin fillor, nga klasa e parë deri në klasën e 4, për t'i ardhur në ndihmë të gjithë prindërve që kanë të regjistruar në fëmijët në programin passhkollor. Time Center ka ndërmarrë një zgjerim orari pas një kostoshtesë, që do të thotë fëmijët mund paraqiten në institucion duke filluar nga ora 8 e mëngjesit, me mëngjesin me vete. Do t'i çojmë për fëmijët e shkollës Gustav Mahler, do t'i çoj stafi i institucionit në shkollë dhe do t'i marri po stafi i institucionit nga shkolla. Gjithashtu, ditën e nesërme, fëmijët e klasave të pesta do të kenë provimin zyrtar të VANAF. Ashtu siç e kemi tradit virtueshmërie, stafi i Time Center do të jetë që mëngjesin e nesërm pranë shkollës për t'ju mbajtur të informuar minutë pas minute me provimin e VANAF-it për të suportuar prindërit dhe fëmijët. Dhe ashtu siç është tradit, menjëherë pas provimit të VANAF-it do të jemi me exit poll, ku do të marrim përshtypjet dhe rezultatin e parë se si kanë dalë fëmijët në VANAF. Suksese të gjithë prindërve, suksese të gjithë fëmijëve. Jemi Time Center, jemi krau juaj.